Kjo organizatë me traditën e saj të orientuar drejt përgjegjësisë publike konsideron këtë proces një provë të pikurisë së shoqërisë dhe të aftësisë së institucioneve për të përballur me sfidat e rëndësishme pa u tronditur. Nuk është rastësi që në momente të tilla shtohet vëmendje opinionit publik dhe rriten kërkesat për transparencë. Shoqëria është më ndëgjesur, më kritike dhe më kërkuese se kur më parë. Kjo është diçka pozitive sepse demokracia funksionon vetëm kur qytetarët nuk qëndrojnë pasiv, por kërkojnë llogari dhe monitorojnë funksionimin e institucioneve. Për këtë arsye, Partia e Punës së Shqipërisë thekson se çdo aktor publik duhet të përgjigjesh me seriozitet të plotë këtyre pritshmërive duke vepruar me integritet, maturi dhe transparencë të vazhdueshme. Roli i institucioneve të drejtësisë në këtë proces është pa aq i madh. Ato duhet të dëshmojnë jo vetëm profesionalizëm, por edhe aftësi për të komunikuar qartë me publikun, për të shpjeguar qytetarëve rregullat, afatet dhe hapat e procedurës. Një komunikim i tillë parandalon keq interpretime, shpang tensionin e panevojshme dhe forcon autoritetin e drejtësisë. Ne i moshojmë idenë se transparenca e kontrolluar dhe e përgjegjshme është çelësi për të mbajtur besimin publik të pacënuar. Në thelb, dua të analizoj se pritshmëritë e shoqërisë nuk janë mbar, por udhërrëfyese. Ato na tregojnë se qytetarët kërkojnë institucione më të forta, më të pavarura, më të drejta, prandaj procesi dhe një figure politike duhet të shqetësë një mundësi për shtetin që të tregojë se është i aftë të funksionojë pa ndërhyrje dhe pa standarde dhe me respekt të plot me ligjin. Në këtë stabilitet, në këtë mënyrë, jo vetëm ruhet stabiliteti i sistemit, por dhe forcohet kultura e përgjegjësisë publike, një parim i pandashëm filozofisë sonë si organizatë. Në këtë moment, duhet ta përqendroj mesazhin